të dashur qytetar, fitoria i zgjidh të gjitha. Prandaj gjithë faktorët opozitar tani kanë vetëm një rrugë për t'i dhënë një zgjidhje historike të ardhmes së Shqipërisë, duke ndëshkuar përgjithmonë pengmarrësit e demokracisë, llogaridhënies, parlamentarizmit, integrimit evropian të vendit, por edhe pengmarrësit jo vetëm të Partisë Socialiste, por edhe të opozitës në veçanti. Ati që e keq përdori pushtetin për të blerë korruptuar e shantazhuar drejtuesit opozitës dhe që sot nxjerr lot krokodili për primaret e PD-s, të cilat janë si dita me natën me përzgjedhjet e tij personale në errësirë si kryetari i organizatës me anonimet pafund, shumica të rekomanduar nga bandat e njohura. Po kështu, ai kërkon të shmang vëmendjen nga zgjësimi përfundimtar që po u bën socialistëve, të pakt që i kishte mbajtur deri tani sa përshënjë. Ai që në 2021 kandidoi i teti në Durrës dhe kishte kopsitur rezultatin me bandat dhe partnerin e tij të errësirës së 17 majit, tani është kyçur i pari në bunkerin e listave të mbyllura bashkë me gjithë anonimët që nesër s'mund t'i kërkojnë dot llogari për humbjen. Ai të cilit as socialistët nuk ja njohin për fytyrë, të paktën 3/4 e ministrave, ka hallin e kontributeve, të 2-3 demokratëve, të papërfshirë në listat e opozitës. Ai që është kyçur sy në sy me vetveten dhe ka të merr të dalë me gazetarë të pavarur, ka hallin e demokracisë. Ndaj opozita e ka rrugën e qartë për të korrigjuar edhe çështjen e listave të mbyllura një herë e përgjithmonë. Ishte Edi Rama, ai që kushtozoi qëllimisht me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, listat e mbyllura, pikërisht për të zhndruar kuvendin, siç është thotë, në një noter të korrupsionit të tij skizofrenik. Ndaj fitoria plotësisht e mundshme me 84 mandate e opozitës garanton edhe hapjen e plotë të listave përgjithmonë, edhe Parama. Për këtë garanci është Partia e Lirisë që ka qenë kundër këtij projekti të mbylljes listave që në vitin 2008. Për këtë garant është edhe vetë premtimi publik i zotit Berisha, i cili ka deklaruar se është pro listave të hapura. Për këtë garant do të jenë edhe gati 40 deputet të opozitës që do të zgjidhen nga listat e hapura në 11 maj. Ndaj të përqendrohemi të gjithë te programi yt i shkëlqyer që jep fund narkoekonomisë, ekonomisë klienteliste dhe kriminale në shërbim të pakicës dhe dotojmë për një Shqipëri prodhuese dhe eksportuese në interesin e të gjithë shqiptarëve. Arritjet më të mëdha integruese s'kan as pak lidhje me shakaxhiu dhe penguesin e integrimit, i cili s'ka asnjë merit në liberalizimin e vizave. Arritja më e madhe në Bashkimin Evropian, që u realizua nga koalicioni PD-LSI. Dhe mos harroni që publikisht ai parajmëronte Bashkimin Evropian se kjo do të sillte largimin e shqiptarëve drejt Bashkimit Evropian. Dhe kjo ndodhi por shumë vite më vonë si rezultat i programit të tij shpopullues. Dhe asnjë kontribut nuk ka ai për antarësimin e Shqipërisë në NATO, kur besoj nuk e keni harruar dhe një miting dëshpërues që bëri pas kësaj ngjarje madhore në historinë e Shqipërisë. Dhe po kështu të gjithë e dinë kontributin e tij në vizitën historike të presidentit Bush, ku ai në krah të kryeministit Berisha në atë kohë shpalli edhe pavarësinë e Kosovës nga Tirana. Në fakt harrova, i vetmi kontributi i tij është që shpiku vjedhjen e orës të presidentit Bush që u bë lajm botror pikërisht nga xhelozia. Ndaj të gjithë të përqendrohemi në programin tonë të shkëlqyer që është në interes të gjithë shqiptarëve, të gjithë të përqendrohemi në një fitore madhështore që garanton Shqipërinë madhështore, pikërisht Shqipërinë si fuqi eksportuese.